A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Selam aleikum shikues të nderuar, sot kena me bisedu për ditën më të madhe të vitit, dita e Arafatit. Kurse mysafirë kemi hoxhën tonë të nderuar, Fatmir Zaimi, mirë se erdhe hoxhën nderuar. Mirë se gjetë. Hoxhë, po him dal nga dal në 10 ditët e muajit Dhul Hijje. Çka do të thonë ky muaj hoxhë? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht Allahun e falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata besimtar dhe musliman të cilët mundohen dhe ecin pas rrugës së pejgamberit alayhis salam deri në ditën e Kiametit. Se takon pyetjes se po vetëm se na kanë betën edhe shumë pak kohë për me hi në muajin Dhul Hijje. Muaji Dhul Hijje ka shumë kuptime, një prej këtyre kuptimeve është edhe muaji i haxhit, që lidhet me fjalën hijje, hajje yuhijju, është muaji i haxhit. Edhe pse Allahu Dhul Jalal në Kur'an i ka përcaktuar kohërat e ibadetit, në këtë rast edhe kohën e haxhit. Pra besimtarët me një farë mënyre, ato kur dojnë ta madhrojnë Allahun Dhul Jalal, ato e madhrojnë me kohë të caktume dhe me ditë të caktume. Sikurse për shembull që na ishte Ramazani më herët, Ramazani nuk mundesh ti të haxhirosh kur ti të mtekët apo kur ti mendon, por kur vjen koha e ditës të fillimit të agjerimit të Ramazanit. E si fillohet me agjerim të Ramazanit, duke pas parasysh se besimtarët i kanë ditët me kalendarin e hijretit hënor, edhe Ramazani, por edhe gjitha muajt tjerë, të cilët Allahu Dhul Jalal i ka regjistruar dhe ato janë të përmendura në Kur'an, besimtari nëpërmjet këtyre muajve i din ditët, i din muajt, i din kohrat, se si ai ta madhron Allahu Dhul Jalal në mënyra të ndryshme. Qofshin ato agjerime, qofshin ato namaze, por qofshin edhe ato kurbane, qofshin ato edhe ibadete tjera sikurse është edhe haxhi. Allahu Dhul Jalal në Kur'an ja u përmend njerëzve në përgjithësi dhe besimtarëve në veçantë, dhe ai thot inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Ta Allahu Dhul Jalal janë të regjistruar 12 muaj. Nga dita ku Allahu Dhul Jalal ka kriju tokën dhe qiellin, për këtyre 12 muajve Allahu Dhul Jalal thot minha 4 hurum. Nga këto 4 janë muaj të shenjtë. Pra, muaj Ramazanit është muaj i bekuar. Por, cilët janë muaj të shenjtë? Muaj të shenjtë kanë ardhur dietarët dhe kanë komentuar këtë fjalë të Allahut Dhul Jalal, sikur se përmendet në librat e tefsirit, sidomos libri Kathiri, ku Allahu Dhul Jalal me fjalën minha 4 hurum, nga këto 12 muaj, 4 janë të shenjtë, i ka përmendën muajt me radhë, sikur se është Dhulqaada, Dhulhijja, Shevali, Dhulqaada, Dhulhijja, Muharremi, edhe muaji i 6 është muaji i Rajab. Pra muaji Rajab është muaji i midist, muaji i 7, pastaj vijnë muajt me radhë Dhulqaada, Dhulhijja edhe muaji Muharremit. Këto muaj janë të shenjta. Këto janë muaj të shenjtë, do të thënë 4 muaj të shenjtë: Dhulqaada, Dhulhijja, Muharremi edhe Rajabi. Çka duhet me bën këto 4 muaj? Do të thonë ibadet, apo? Janë muaj të shenjtë ku Allahu Dhul Jalal i ka përmend, po padyshim se ibadet, e njëra prej këtyre muajve që u parashkruaj edhe pyetja është muaji Dhul Hijje. E tash, çka është muaji Dhul Hijje? Muaji Dhul Hijje me numër është muaji i 12 i kalendarit islamik. Kjo i bën sigurisht 10 orin kalendarin gregorian. Po. E tash, cilët janë muajt e kalendarit islamik? Po. Sa për informat po interesante. Po. Domethënë muaji i parë fillon me Muharrem, pastaj është Sefer, pastaj është Rabiul Awwal, pastaj është Rabiul Thani, pastaj është Jumadal Ula, pastaj është Jumadal Thani, pastaj vjen Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Dhulqaada dhe Dhulhijja. Këto janë 12 muaj të cilët Allahu Dhul Jalal i ka regjistruar pra në librin e madh Kur'anin, e për këtyre 12 muajve është edhe muaji i 12 i cili quhet muaji Dhul Hijja. Pra ky muaj Dhul Hijja është para nesh
edhe ky muaj faktikisht Allahu Dhul Xhelal e ka përmend se është një prej muajve të shenjtë në islamin ton, në fenë tonë të dashur. Do në ka përmend Kur'an, apo? Po është i përmend faktikisht sikur numër të Allahu janë të regjistruar 12 muaj, prej tyre 12-ve 4 janë të shenjtë, e prej këtyre 4-ve të shenjtë është edhe ky muaj që është para nesh, i cili quhet muaji i 12 Dhulhijja. Atëherë hoxh, çfarë duhet të bëjmë këto ditë? Domethënë këtë muaj Dhulhijja dhe ditë e para, apo? Po. Faktikisht në muajin Dhulhijja janë 10 ditët e Dhulhijjes, të cilët janë të përmendura në për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë thash në fillim se besimtari ka ardhur këtë botë për ta madhruar Allahun Dhul Xhelal. Dhe ai e madhron Allahun sipas kohrave, sipas muajit, qofshin ato ditën, qofshin ato natën. E tash, përderisa na jemi në pragun e 10 ditëve të Dhulhijjes, atëherë këto 10 ditët e Dhulhijjes çka janë? Kanë ardhën hadithe të shumta dhe kanë ardhën komente të shumta lidhje me rëndësinë dhe me vlerën e këtyre 10 ditëve të Dhulhijjes. Me fjalë të tjera, këto 10 ditët e Dhulhijjes janë ditët më të mira të matmotit. Edhe pse na besimtarët i dim ditët dhe i dim netët. Sipas neteve madhrem Allahun, sipas ditëve madhrem Allahun. Kemi ditë të mëdha të matmotit dhe kemi nata të mëdha të matmotit. Kemi muaj të shenjtë dhe kemi muaj të bekuar. Në këtë rast Allahu Dhul Xhelal neve na ka tregu edhe muajt të cilët janë të bekuar, sikurse është muaji Ramazanit, edhe gjitha ditët e muajit Ramazanit janë të bekuara. Edhe gjitha netët e muajit Ramazanit janë të mëdha. Mirë po, 10 netët e fundit të Ramazanit janë netët më të mëdha të matmotit. Edhe brenda këtyre 10 netëve të matmotit të Ramazanit është një natë shumë e madhe, edhe është nata më e madhe e matmotit, ajo quhet nata e 4-të. Mirë po, kur është piqe ditët, Islami dhe muslimanët dhe dietarët kanë thënë, përderisa 10 netët e fundit të Ramazanit janë më të mëdha, atëherë 10 ditët e Dhulhijjes janë po ashtu më të mëdha për besimtarin. E tash çka duhet bëjmë neve në këto 10 ditë? Besimtari është i nevojshëm dhe ka nevojë për krijuesin e gjithësisë. Ka nevojë për Allahun Dhul Xhelal, ka nevojë atij të nashrohet, ka nevojë atij të dorëzohet, ka nevojë që adhurimet dhe ibadetet atij na t'ia bajnë. Mirë po, her pas here besimtari brenda këtyre muajve ka gjasa dhe ka mundësi që ai të gabon, ka mundësi që ai të bën ndonjë mëkat eventual, ka mundësi që ai të hi ndërhak dikujt, ka mundësi, domethënë diçka të bën nga ajo çka nuk është Zoti i kënaqur. Mirë po, nuk do të thonë se dera është mbyllur, nuk do të thonë se rrugdalje nuk ka, dhe nuk do të thonë se Zoti nuk e pranon, dhe nuk do të thonë se Zoti nuk e fal. Pra, prej punëve të cilat desha të përkujtojmë se çfarë duhet të bëjmë neve si besimtar dhe besimtare në prag të këtyre 10 ditëve të Dhulhijjes, unë kisha këshillu vetën dhe kisha këshillu shikuesit tonë, vëllezërit tonë dhe motrat tona, e para është që ato sa më shpesh këto 10 ditët e Dhulhijjes ta shpeshtojnë pendimin, ta shpeshtojnë tobën nga të gjitha mëkatet. Ta shpeshtojnë tobën dhe pendimin nga të gjitha mëkatet, duke kërkuar për Allahun Dhul Xhelal që Allahu mua, juve, të gjithëve, atyre të cilët kërkojnë që u fale mëkatet. Edhe çdo kush e di hallin e vet, çdo kush e di dertin e vet dhe çdo kush i din faktikisht mëkatet e veta të cilët i ka bë, qofshin ato ditën, qofshin ato natën. Si mu pendohesh? Pendohesh duke kërku falje, o Zot, Fal me çka kum bë. më fal. Astaghfirullah pas e kërkon. Pra pendimi është që ti t'i kërkojë Zotit, ti ngritish dorët lart. Kur nuk të shef askush dhe thot o Zot, pendohem për punat që kam bë. O Zot, më fal. O Zot, e bëra këtë mëkat, e bëra këtë gjuna. Atëherë çka i drejtohesh madhrisë Allahu Dhul Xhelal, e Allahu asnjëherë robin nuk e kthen kur ai i drejtohet Zotit. E ditët më të mira për t'ju kthy Zotit në adhurim, në këtë rast në pendim, janë këto 10 ditët e Dhulhijjes të cilët i ka përmendën dietarët. Elementi tjetër çka duhet bëjmë është të kërkojmë falje edhe nga njerëzit. Tash kemi gabime krijes me krijues. Edhe kur ka krijesa, edhe kur krijesa bën gabim,
Dhe kur robi i Zotit bën gabim karshi i Zotit, i drejtohet Zotit, o Zot, më fal. Se bona mëkat. Mirë, po ndonjëherë na jemi njerëz dhe ju himi ndërhak njerëzve. Krijesa ndaj krijesës. Nëse unë kum bo gabim ndaj ndonjë njeriu dhe nëse unë kum bo zullum te dikush, atëherë unë duhet të kërkoj falje te personin fjalë. Unë do të kërkoj falje te personi që i kum hinder hak, te personit të cilit i kum bo padrejsi, te personit të cilit unë i kum bo zullum, atëherë çka duhet të kthehesh te personi dhe t'i kërkojsh falje. O filan, ma van Allah. O filan, kum bo gibet për ty. O filan, të kum marrë në përgoj ty. O filan, ta kum gjitën një sen që se ki pasën ti. O filan, ti kum marrë do pare ti. Kum vjedh. Kum vjedh, borx të kam. E ke pa tjetër t'ja kthesh borxhin, e ke pa tjetër t'ja kthesh atë hak të cilën ja ki marrën me padrejsi. E këtu Allahu Dhul Xhelal nuk ndërhin. Ti dush me kërku falje. E çka nëse ai e ke shpërdor? Jo e ke shpërdor, po nuk ta pranon faljen. Thotë jo, hiç bile më shumë i dhrohet. Jo, shiko tash, na nuk duhet jemi mendje mëdhej kur të shkojmë te ai edhe na kërkoj falje. Por na duhet të jemi të përulur edhe të themi kum ardhën me faj. Kum ardhën me faj po kum ardhën për hir Zotit, ma falësh këtë gabim të cilën e kam bën ndaj teje. Fshehur asi. Po. Edhe ti je i sinqert. Po. Në këtë rast ku ti je i sinqert dhe ti thuash, kështu ka qenë puna, do para që tu patën hupën para disa vjetëve, një mall që tu pat hup në dyqan, ta di se atë mall unë ta kam marr. Por jam pendu dhe du të më kërkojsh falje edhe po ta kthej mallin. Se ai ka drejt të ta kërkon, edhe nëse e kërkon dhe ja kthen, atëherë faktikisht falja është në rregull. E nuk ka ditë më të mira për të kërku falje. Nëse dikush prej nesh ka bo faktikisht padrejtësi ndaj njëri tjetrit, sesa në këto ditët e Dhul-Hijhes. Pas elementi tjetër është që na brenda kësaj kohe, çfarë duhet bëjmë? Shpesh herë na si hoxhallar kemi përkujtu besimtarët se vazhdimisht namazin ta keni parasysh. Namazin ta keni me rregullsi. Mos ju hik namazi dhe mos ju del namazi prej kontrolle. A ka mundësi që t'ju del besimtarëve ta namazi prej kontrolle? A ka mundësi që besimtarëve her pas here t'ju hik namazi dhe ato t'jenë negligjent e namazit? Po. Atëherë shfrytëzoj kohën. Sidomos këto 10 ditët e Dhul-Hijhes të cilët i kemi në prak, që ti faktikisht me namazin t'i ndreqish punë. Me namazin t'i rregullojsh punë. Me namazin mos jesh i mangët. Kështu që ti të mundohesh që namazet farze sidomos. Por edhe të sunetet. Por në këtë rast jemi të folur për obligimin fetar, çka është i patjetërsueshëm, atëherë çka duhesh t'jesh i përpikt që mos e lësh namazin, sepse namazi dhe lënja e namazit nuk është prej mëkateve të vogla. Është prej mëkateve shumë të mëdha. Ma keq se me piraki. Ma keq edhe se me vjedh, ma keq edhe se me shkon punë të liga. E cek shpesh këtë për çfarë cekë? E ceki sepse tash gjunohet janë me kategori. Po da. Kur janë gabimet dhe gjunohet me kategori, më njëherë pas shirkut, gjunohi më i madh është lënia e namazit. Edhe gjunohat tjera nuk janë të lehta. Mirë, po në këtë rast kur jemi në pragun e 10 ditëve të Dhul-Hijhes, atëherë mundohu me pendimin, sikur se tham. Atëherë çka rregulloje punën tënde me namazin, sepse Allahu Dhul Xhelal të fal. Në këtë rast lënia e namazit, nëse ti vazhdon, dije se është prej mëkateve të mëdha, edhe çka e ke kput raportin dhe e ke kput lidhjen ti si krijes me krijuesin tënd edhe me Allahun subhanahu wa taala. Elementi tjetër brenda këtyre 10 ditëve pasi u parashërpitja se çka duhet bëjmë na, është edhe bamirësia e madhe dhe hajrati i madh që mundesh ta bësh. E bamirësia më e madhe, bamirësia më e mirë që mund të ta bën besimtari është ndaj prindërve të vet, ndaj babës edhe ndaj nanës. Ato të cilët kanë babë, ato të cilët kanë nanë, ato të cilët kanë prindër. Vallahi prej lëshkës zemrës ju tham, mundohuni t'jeni bamirës ndaj prindërve, sepse do të vjerë koha, nuk do t'i keni përpara, edhe nuk do t'ja dini vlerën, pastaj do t'ju kujtohet, ta kisha pasën edhe një ditë, ta kisha pasën edhe një muj, por
ka mbaru më puna e nënës tënde, ka mbaru puna më e babës tënd, ka mbaru puna më e prindërve tu. Për atë ju themi trive tonë dhe trejave tona, ju themi vëllezërve dhe motrave tona, mundohuni që t'jeni bamirës ndaj prindërve të juve. Bamirësia është në shumë lloje. Vetëm buzëqeshja jote mos paç kur gjë tjetër t'jesh me prindërit e tu në sjelljen tënde, moralin tënd, etikën tënde, nuk ka domethënën pasuri më të madhe për shpirtin dhe për zemrën e prindërve. Kur jemi në pragun edhe ditëve të Dhulhijhes, atëherë çka? Prej punëve të hajrit dhe prej punëve të mira, të cilët deshta ta përkujtoj veten, por edhe shikuesi ton është që ato të jenë bamirës ndaj prindërve të tyre. Pastaj, po nëse nuk i kanë prindërit, të mundohen të farefisi më afër, të mundohen të akrabaja më afër, edhe të familja më afër e tyre që ata të jenë bamirës ndaj migjës, ndaj tezës, ndaj hallës, e kështu me radhë, dajës, e kështu me radhë. Puna tjetër që dëshëm të përkujtojmë, a është prej punëve të mira, çka duhet t'i bëjmë në këtë 1200, në këtë 1200 muaj të 10 ditët e para të Dhulhijhes, është që na të mundohemi, ne duhet të mundu çdo herë të largohemi prej gjunaheve. Por në këto 10 ditët më të mira të motmotit, mos të mashtron shejtani që të bësh mëkate. E jona çka është të largohemi nga të gjitha mëkatet. Qofshin ato të vogla, qofshin ato të mëdha. E sidomos në pragun e këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes, mos u merr edhe mos u bën që të mashtron shejtani edhe ti të rshasësh dikundi. Të bësh mëkat dikundi. Qoftë mëkat i vogël, por Zoti na rujt edhe qete edhe mëkat i madh. E jona çka është? E jona është që të largohemi nga gjitha mëkatet të cilët Allahu Dhul Xhelal neve na i ka bërë me dije që sadopak na ta respektojmë dhe të respektojmë të 10 ditët, jo që Allahu Dhul Xhelal është i nevojshëm për veti që na t'ja bëjmë, por ai t'i ka dhënë këto 10 ditë për të mirën tonë dhe për të mirën tonë që na nëse mundohemi dhe i bëjmë, do të kemi fitim dhe do të fitojmë nga Allahu Dhul Xhelal shumë çka, e ajo çka është shumë çka është pastrimi i zemrës tonë dhe pastrimi i shpirtit tonë. Pastaj prej punëve të mira, të cilët kanë përmend dietarët, është edhe agjërimi vullnetar në rreth këtyre ditëve. Sa të kesh mundësi. Një ditë, 3 ditë, sa të kesh mundësi, mundohu të agjërosh, sepse edhe agjërimi është një prej mundësive dhe një prej metodave të mira të cilët ti do t'i afrohesh Allahut subhanahu wa taala. Elementi tjetër, edhe pse ka shumë, do të mundohen atje më shkurt, është edhe lëmosha jote dhe sadakaja jote. Mundohem brenda këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes, por çdo ditë qafsh diçka. Edhe nëse është diçka simbolike. Sot një sadak, nesër një sadak, mas nesër një sadak, mos e lojsh ditën zbrazët pa me dhënë diçka sadaka. Sadakaja në këto ditët e Dhulhijhes janë me vlerë shumë të madhe. Domethënë nuk është njësoj sikur me dhënë sadaka sot, edhe sikur se me dhënë sadaka në 10 ditët e Dhulhijhes. Parat Allahu Dhul Xhelal i ka veçuar këtë ditë, edhe kur i ka veçuar Allahu Dhul Xhelal këtë ditë, ai edhe ka bu beje këtë ditë. Beje. Po ka është betu Allahu Dhul Xhelal këtë ditë. Por atë edhe ndër kanë 10 ditë shumë të mëdha. Po, domethënë kur themi është betu Zoti, se Zoti her pas her betohet në shumë çka. Është betu në kohën dhe ka thënë wal asr. Është betu në agimin dhe ka thënë wal fajr. Është betu në paraditën dhe ka thënë wad duha. Dhe ka thënë wal fajr wal layalin ashr. Ka thënë pasha agimin dhe pasha 10 netët. Ban beje Zotin në 10 netët. Ibn Kathiri dhe shumë komentatorë të Kur'anit thonë, këto 10 netët të cilët është betu Zotin në Kur'an janë 10 netët dhe 10 ditët e Dhulhijhes. E këto 10 netët e Dhulhijhes kur Zoti betohet në ta, do me thonë ka diçka që është me rëndësi. E këtë rast sadakaja është një prej elementeve të mira që ti të ndihmon që Allahu Dhul Xhelal ti të regjistron edhe ajo sadakaja jote të jetë në nivelin më të lartë edhe që ti të shpërblehesh te Allahu Dhul Xhelal. Elementi tjetër është po ashtu edhe përpas namazeve obligime të cilat besimtari i bën, të mundohet edhe të fal namaz nafile. Sa të ketë mundësi brenda këtyre 10 ditëve.
të mundohet ta shpeshton adhurimin, të mundohet ta shpeshton ibadetin, edhe çka të mundohet sa më tepër që jetë me Allahun dhul xhelal i lidhur në këtë rast, duke ju drejtuar atina edhe me namazet nafile. Përpas namazeve, edhe pse ka punë të hajrit dhe të mira shumë, është edhe elementi i leximit të fjalës së Zotit. Faktikisht leximi i Kur'anit. Na nuk themi se sot s'ban me lexu Kur'an. As nuk themi për ata të cilët dje kanë lexuar Kur'an, edhe nuk themi edhe për ata të cilët në muajin e Ramazanit kanë bërë hatme. Por në 10 ditët e Dhulhijhes që janë në pragun e derës tonë, janë ditët më të mira të motit, mundohu që edhe leximin, edhe fjalën e Zotit ta kesh përpara, që ti të lexosh Kur'an, sepse me leximin e fjalëve të Allahut dhul xhelal, atëherë çka ti fiton drejtimin tënd, fiton drejtimin tënd, zemrën tënde, fiton drejtimin tënd, shpirtin tënd, e fiton edhe drejtimin tënd edhe në varrin tënd, se na një ditë për ditëve do të vdesim, por të na bëhet leximi i Kur'anit edhe dritë në varrin ton, që jetë edhe shpëtim për neve në ditën e gjykimit. Puna tjetër, po ashtu është, për ata të cilët mundën me na thonë, po xho, të mirit të thonën me lexu Kur'an, mirë po çebo unë s'di me lexu Kur'an. Më kanë shku do vjet, i kom bo do vjet, Kur ç'është më koha ishte sën po e mësoj. Po, nuk do me thonë se ti tash nuk din ta lexosh Kur'anin, edhe hajde ti lojsh këto 10 ditë anash. Jo, nuk din ta lexosh Kur'anin, s'ka ardhur mundësia që ta mësosh Kur'anin, atëherë çka është të përmendurit të Allahut dhul xhelal. Atëherë bën dhikr Zotin, edhe përmendja e shumt e Allahut dhul xhelal në këto 10 ditë është një prej punëve të mëdha që është e çmuar te Allahu dhul xhelal. E tash kur ta përkujtosh fjalën e Allahut dhul xhelal, kur ta bësh dhikr Zotin, çka të bëhet ai zemër? Qetësohet. Çka të bëhet ai zemër? Rahatohet. Çka të bëhet ai shpirt? Stabilizohet. Pra, flasmi tash por edhe ai që lexon Kur'an, edhe ai le të bëjë dhikr. Se vetë leximi i Kur'anit është dhikr. Por po flasmi në këtë rast për persona të cilat ndoshta nuk ka pasën mundësi në kohrat kur ai ka jetuar dhe kur ka qenë fëmijë, e tash i ka bërë do vjet, atëherë çka të përmendurit të Allahut dhul xhelal është qetësi, rahati dhe stabilizim i zemrës tënde. Allahu dhul xhelal thot ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk është të përkujtuarit e fjalës së Allahut dhul xhelal qetësi, rahati dhe stabilizim i zemrave të juaja. E nuk ka stabilizim dhe nuk ka rahati dhe nuk ka qetësi më të mirë se sa ti ta përmendish Allahun dhul xhelal në 10 ditët e Dhulhijhes që na i kemi përpara. Pastaj puna tjetër edhe do të rrumbullaksoj këtë nga punët e hajrit dhe nga punët të cilët mund t'i bëjmë neve brenda këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes është edhe që të mundohemi që na të ulumtojmë në për familjet tona nëse ka nevojtar. T'ja po është diçka që është bamirës. Pra të mundohemi që na brenda këtyre 10 ditëve të shohim familjet tona. A ka nevojë dikush të ndihmohet? A ka nevojë dikush t'i blehet diçka? A ka nevojë dikush që ta gëzojmë, sepse brenda këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes do të na vere edhe dita e Bajramit. Në këtë rast, brenda këtyre 10 ditëve banu ti sebeb që ta gëzosh një familje, banu ti sebeb që ti ta gëzosh një farefisin tënd, me çka duke u mundu t'ja krysh disa nevoja të cilat ato kanë nevojë për ndihmën tënde, normal nëse ti ke mundësi, se ndonjëherë mundësit edhe ndihma nuk është vetëm se financiare. Edhe ajo ndihmon, po ndonjëherë ndihma është edhe ku t'ja qelish derën, edhe ku t'i shkojsh në vizitë, edhe kur ta vizitojsh, se dikush nuk është në zor për pasuri, as nuk është në zor ti ndihmosh në atë aspektin financiar, por ai ka dëshirë t'ja hapish derën, t'ja qelish derën, edhe çka të shkojsh dhe ta vizitojsh. Pastaj puna tjetër është brenda kësaj kohe duhet të hulumtojmë. Nëse dikush prej nesh e ka thyr zemrën e dikujt, nëse dikush prej nesh është i dhru me dikan, nëse dikush prej nesh nuk fol me dikan, sidomos familjet tona të ngushta, atëherë duhesh, si thot populli, që thesh kamën shejtanit edhe të shkojsh për hir Zotit, edhe pse ai e ka fajin, ti ta marrësh fajin mbi veti, që ja japësh dorën edhe që ja bësh halal. Kjo është sevap shumë i madh, apo? Është patjetër, jo shumë i madh, po ti faktikisht në këtë rast ai shejtani nëse ka me plasën këto ditë. Kur ti për hir Zotit ja falen gabimin që ta ka bën ndaj teje, por ti e merr përsipër, sikurse ti ke bë gabim,
qëllimi final është që ti të pajtohesh e kur të vere bajrami, bash bajram. Kjo është ajo ndihma e madhe edhe kjo është ajo çka ndonjëherë është më tepër ndihmë se sa ajo ndihma e cila është materiale dhe është financiare. Andaj pajtohuni tash para bajramit, sidomos familjar në mes veti. Po, është patjetër. Pra duhet të mundohemi, pra edhe prej këtu e japim këtë mesazh nga vëllezërit tonë, nga motrat tona, mundohuni që t'ja shtrini dorën njëri tjetrit për ngatresat të cilët janë të pakuptimta, ka ngatresat të cilët nëse i dëgjon, ndoshta janë edhe shumë pa lidhje të përmenden, por ka hi shejtani dhe i ka hidhru di vëllezër, i ka hidhru di familje, e atëherë bohu shkak në këto 10 ditët e Dhulhijhes që janë përpara, që inshallah Allahu Dhul Xhelal ta shlon rahmetin e vet, ta shlon mëshirën dhe bereqetin e vet, edhe të pajtohen dy njerëz, të pajtohen dy familje, që kur të vjen ditë e Bajramit të hapet dera edhe më e madhe, edhe për familjet tona, edhe për fëmijët tonë, edhe për ata të cilët i kemi, domethënë në shtëpijet tona. Allah të shpërblet. Këto pra ishin disa gjëra që duhet t'i bëjmë këto 10 ditë. Inshallah i praktikojmë. Hoxh, këto ditë, domethënë dita e fundit e kësaj dhjetë që është Arafati, Bajrami, kurban Bajrami. Dita e 10. Po. Çka domethënë Arafati, hoxh? Arafati është mrenda këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes. Faktikisht nëse ne i numërojmë me ditë nga dita numër 1 e Dhulhijhes, dita e ditë e Dhulhijhes, e 3-ta, e 4-ta, e 5-ta, do ta shohim se mrenda këtyre ditëve është edhe Arafati. Arafati është tash ka shumë kuptime, por do të mundohemi ta shpjegojmë në të vijën, është një vend, është emër që Allahu Dhul Xhelal e përmend në Kur'an fjalën Arafat, sidomos për ata të cilët nisën ta kryejnë kushtin e 5 të Islamit, haxhin. Është një fushë dhe është një hapësirë shumë e madhe në Mekë, pra prej Qabës ka më tepër se 20 kilometra, 22-23 aty pari, pra është një lugindje, një fushë shumë e madhe ku e kanë të patjetërsueshëm haxhilerët të qëndrojnë aty. Është vendi më i rëndësishëm i haxhit. Faktikisht Arafat është dita ku Allahu Dhul Xhelal e përmend, por edhe përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ditë është në 10 ditët e Dhulhijhes, më konkretisht është në ditën e 9. Dita e 9 e Arafatit është e patjetërsueshëm për ata të cilët janë nisën në hax që të vinë në Arafat. Faktikisht në këtë ditë Allahu Dhul Xhelal faktikisht ka pruar vendimet prera për robën e vet, kur ai i drejtohet Zotit, edhe ai din pastaj si ta pastron, din edhe si ta kthen te familja e vet, duke mos u zgjeruar në këtë pikë se hin temën e haxhit, por ai i cili shkon në Arafat, atëre ai shejtani mallkum, i cili është mundu 50 vjet, është mundu 60 vjet, është mundu haxhien 70 vjet ta devijon, ta dobson, e Allahu ja mundson këtina të shkon në hax, edhe shkel në tokën e Arafatit, e kur të vjen në Arafat, Allahu Dhul Xhelal çka bën? E pastron, e filtron dhe e kthen në shtëpinë e vet, sikur e fëmia që del prej nënës vet pa gjunahe. Edhe kjo është një punë e madhe, por atë edhe Arafati, domethënë e ka këtë kuptim të madh, të cilën na e ka treguar vet Kur'ani, por edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cila ditë quhet dita e Arafatit, hoxh? Po ajo që ndërlidhet me pyetjen e mëhershme është dita e Arafatit quhet dita e 9 të Dhulhijhes. Nuk mundet me konë e 8, as nuk mundet me konë e 10. Është dita e 9 e Dhulhijhes, të na quhet dita Arifës. Të na në Shkup, edhe në rrethinën ku jetojnë muslimanët në Ballkan, i thonë dita Arifës. Por kjo ditë është dita më e madhe e motmotit, dita Arafatit. Edhe është ditën e 9 të Dhulhijhes. Unë pak më herët thash, cila është nata më e madhe e motmotit? Si natë. Nata më e madhe e motmotit është nata e Kadrit. Kurse dita më e madhe e motmotit, sipas një pjese të madhe të dietarëve, është dita e Arafatit. E tash, cilët janë netët më të mëdha të motmotit, themi janë 10 netët e fundit të Ramazanit. E cilët janë ditët më të mira të motmotit, themi ditët më të mira të motmotit janë 10 ditët e Dhulhijhes, e brenda këtyre 10
10 ditëve të Dhulhijhes është edhe një ditë e cila quhet dita e Arafatit e ajo është në ditën e 9 inshallah që kemi përpara. Hoxh, cili është qëllimi i qëndrimit në Arafat? Qëllimi i qëndrimit në Arafat, qëllimi kryesor është se ai i cili niset për ta bërë haxhin, edhe ai i cili don ta kompleton kushtin e 5 të Islamit, nëse nuk i shkel koma në Arafat, ai s'ka haxh. Pejgamberi sa më ka thonë el haxhu Arafa. Haxhi është Arafat. Ka mundësi dikundi mes me shkue, por ajo e mbulon kurbani. Mirë po, nëse në Arafat nuk shkon, nuk mbulon kurbani. Faktikisht ai cili ka shkel në Arafat dhe këmba e tij ka shkel në Arafat dhe ka netën një pjesë bukur të madhe ditës, prej mbas dreke koha deri në perëndim të diellit. Prej në zenit, si të fillon koha e drekës, deri në perëndim të diellit, deri në akşam, haxhiu është në Arafat. Mrenda kësaj kohe, nëse ka hi haxhiu mrenda në kufit e Arafatit, ai edhe e ka haxhin inshallah. Por atë edhe qëndrimi në Arafat është një prej shtyllave më të rëndësishme të haxhit, ku haxhilerët luten dhe kërkojnë falje, kërkojnë dua të Allahu Dhul Jalal që Allahu ata t'i fal dhe Allahu atyre lutje që u ban kabull. Hoxh, çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka për Arafatin? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam faktikisht hadithet janë të shumta, mirë po ajo më e madhe, unë pak më herët e ndërlidha dhe thash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e ka treguar haxhin, ka thonë hudhu anni menasikakum. Merrni prej mua atë çka unë jam duke e bë haxhin dhe jam çish duke e bë haxhin. Edhe ja u ka tregu pik për pike vendet, ulset, caktimet, shkuarjet, ndejet, natën, ditën, bujqet, të gjitha me rend. E prej krejt këtyre ibadeteve të cilët i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke filluar me tavafin, me Safa, me Merva, me Muzdelife, me Arafat, me Mine, është përmenden edhe pra puna e Arafatit, edhe këtë rast Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një prej haditheve të njohura, të cilët edhe i madhi, edhe i vogli din është el haxhu Arafa. Haxhi është Arafat, ju ka thonën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabëve kur ka shkuar në haxh. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm se një haxh ka bua, edhe në hutbën e lamtumirës kur ka qenë në haxh, faktikisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe i kanë ardhën ajetet në këtë ditë të Arafatit, se une sot më jo përsosa fejnë e juve. Allahu Dhul Jalal në Kur'an, përpos se që e ka përmend Arafatin, edhe ku të shkojni ju në Arafat dhe ku të dilni prej Arafatit, edhe të niseni për ibadete tjera të cilët i keni ju mrenda haxhit, ta përkujtojni Zotin sa më tepër dhe të bëni dhikr Allahut sa më tepër. E mrenda krejt kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përkujtuar se Allahu Dhul Jalal në Arafat e ka kompletu feja. Edhe ka ardhën një prej ajetave el yawma akmaltu lakum dinakum. Unë sot o Muhammed edhe o ju njerëz në përgjithësi dhe o ju besimtar, unë sot juve jau plotësova fen. Edhe jam i lumtur që ju për fe ta mirni Islamin, sepse nuk ka fe e cila është e vetme e pranuar te Allahu dhe përse Islami. Pra Islam do të thonë dorëzim. Edhe Ademi alayhis salam, edhe gjitha pejgamberët e kanë pasën këtë, por kjo fe që quhet Islam me ajetin e fundit me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i ka zbrit ajete sipas ngjarjes dhe sipas situatës. E kur ai ishte në Arafat, ja u tha sahabëve se haxhi është Arafat, edhe Allahu Dhul Jalal mrenda krejt kësaj kohe ja zbret edhe këtë ajet ku thot unë sot juve ja u plotësova dhe ja u përsosa fenë e juve dhe jam i kënaqur që për fe ju ta keni Islamin. Po. Hoxh, ne që jemi në haxh, ditën e Arafatit, çka duhet të bëjmë ne që në Shkup, në Prishtinë, në Tiranë? Po, kështu faktikisht janë dy sende. Haxhiu i cili është në haxh, ai nuk haxheron. Haxhiu çka është? Ai çka është në haxh. Në ditën e Arafatit, haxhiu në haxh, ai prem bazreke deri në perëndim të diellit, do ta madhron Allahun Dhul Jalal. Pasi ta falë drekën, 2 rekat, pastaj e falë edhe ikindien 2 rekat, me një ezan edhe 2 ikamete, pas asaj kohe haxhiu duhet
ta madhron, ta lut, të kërkon për Allahun dhul xhelal sa të ketë mundësi deri në perëndim të diellit, edhe ai atë ditë nuk agjeron, sepse haxhi i ka vështirësitë e veta, nxehtësia e bën vetën, sado që të ketë luks në hax, prap është e ka atë vështirësinë e vet, edhe për atë haxhiu kur shkon në hax, sidomos në Arafat, ai nuk agjeron. Mirë po, a ka shpërblim? Shpërblimi i haxhiut që është në Arafat, e tham pak më herët, Allahu dhul xhelal e shpërblen me dy shpërblime. E para, e kthen në vendlinjen e vet pa mëkate, të pastër dhe e filtron dhe e pastron, edhe e dyta, thot pejgamberi sa el hajju mebrurun laysa lahu jazaa'un ila al janna, haxhi i kompletuar me të gjitha nishanat, nuk ka tjetër shpërblim te Allahu përpas se xhenetin. Kjo është për haxhiun. Kurse në të cilët na i ka mundsuar Zoti me shku në hax, ditën e 9, unë përmenda pak më herët, është mirë me agjërue këto ditë. Nëse s'ke pas mundësi të parën ditë, ditën ditë, tretën ditë, pestën ditë, bile ditën e 9 mos e le pa agjërue. Po pse me smelo në hoq, a është e patjetërsueshme? Themi jo, nuk është e patjetërsueshme. Dita e 9 e Arafatit më agjëru nuk është fars, por është prej suneteve të pejgamberit selam. Nëse ti e ban, shpërblehesh, nëse nuk e ban, nuk dënohesh. Po nëse e baj me çka shpërblehem? Me çka pyetje rradh, cili është shpërblimi i agjërimit ditës së Arafatit? Shpërblimi i agjërimit në ditën e Arafatit, thot pejgamberi selam, kush e agjeron ditën e Arafatit, Allahu ja fshin gjunohat e këtij viti dhe viti çka vjen. E ke parasysh? Di fjalë. Shumë të lehta. Thot pejgamberi selam, kush e agjeron ditën e Arafatit, Allahu ja fshin mëkatet e këtij viti dhe viti çka vjen. E tash, une si Fatmir, edhe ti si sunullah, edhe gjithë ata që na shikojnë, a jemi të nevojshëm për Allahun dhul xhelal që ai neve të na pastron dhe të na filtron dhe të na fal? Padyshim se po. Atëherë për një ditë, jo ti për Allahun do ta bësh, edhe pse Allahu nuk është në zor për agjerimin tim dhe tëndin, por ai ta jep tyje si dhurat, si një lehtësim. Mrenda 365 ditëve tim ka mundësi që të rrshesh dikundi, ta jep këtë ditë që ti ta nderojsh, ta respektojsh me agjerim, e Allahu dhul xhelal vetëm se e ke nderu këtë ditë, që është prej ditave më të mëdha të motit, ai ti fshin gjunohat e këtij vitit dhe vitit që vjen. Inshallah Zoti na i mundson që ta presim këtë ditë. Amen. Hoxh, pse quhet Arafat? Arafati quhet Arafat ka kuptim për fjalës arafa yu'arrifu mu'arrif. Arafa do të thonë u njofta, jemi njoftu dhe po njihemi. Ka thonje të dietarët, është përmend kjo edhe në për transmetime, por edhe të dietarët e historisë e kështu me radhë, pra përmendet se në atë lugin të madhe, s'parjer është taku baba i njerëzimit, Hazreti Ademi me Hazreti Havën. Edhe takimi i Hazreti Ademit me Hazreti Havën, me nënën e njerëzimit, kjo e ka emrin njohje. Ato janë njohur dhe janë njoftuar në këtë vend. Në Arafat. Në Arafat. Edhe për atë ka marrë emrin Arafa. Arafa do të thonë mu njoh. Jemi njohur edhe janë njoftuar. Në këtë rast ta sqarojmë pak këtë çështje e njoftimit, se kemi shikuar që nuk e kanë haber për çka bëhet fjalë. Do të thonë Hava dhe Ademi kanë qëndruar në xhenet, i ka krijuar Allahu për në xhenet. Ademi mëkaton, vazhdoi. Pasi tash parat deshon pak të bëj shkurt, por pasi për shikuesin tjetër pak më e qartë, pasi Ademi alayhis salam, ashtu Allahu ka dashur që ai ta ketë atë gabimin e asaj pejme edhe të dalë prej xhenetit në dunjë. Kështu që Hava dhe nëna e njerëzimit është i krijuar prej brilit shtrem të Ademit alayhis salam. Edhe kur Allahu dhul xhelal i nxjerr në dunjë, ato dietarët thonë janë takuar në këtë vend. Në dunjë. Ku janë takuar këtë vend? Në luginën e cila e ka marrë emrin Arafa ose Arafat. Fjala Arafa dhe Arafat arabisht ta përkthesh arrafa yu'arrifu mu'arrif, e njohi, po e njohim, jemi duke u njohur, janë njoftuar, jemi duke u njoftuar. Këtë rast Ademi me Havën, Allahu dhul xhelal e ka bërë mundur, sipas transmetimeve të cilët janë përmendur në libra, në këtë vend e cila quhet Arafat dhe ka marrë emrin sepse këto di janë njoh dhe janë njoftuar dhe janë taku në këtë vend ku haxhilerët e kanë të patjetërsueshëm të shkojnë në Arafat. Interesant. Hoxh, çfarë ndodh mbrëmje në Arafat?
Pas Arafatit. Pasit perëndoi dilli, besimtarët përgatiten për natën e Bajramit. Kur besimtarët përgatiten për natën e Bajramit, kjo do me thonë se ato tash duhet ta përmendin Allahun Dhul Xhelal në këtë adhurim të madh. Qëllimi final ose besimtarët për obligimeve, të cilat e kanë të patjetërsueshëm në atë natë, na këtu nuk kemi obligime, por na përgatitemi për ditën e Bajramit. Po. Përgatitemi për ata të cilët kanë kurban, që të presin kurban nesër pasi ta falin namazin e Bajramit. Kurse haxhiu natën e Bajramit niset prej Arafatit, shkon në Muzdelife. Është një ibadet prej ibadetave të mëdha të haxhit, është tash nuk duhet ta bëj, është vështirësi dhe ka vështirësi, por brenda kësaj kohe dhe brenda kësaj nate i ban dy punë besimtari. Puna e parë kur të mrije natën e Bajramit në Muzdelife, e fal namazin e akşamit dhe namazin e yatsis, me një ezan dhe 2 ikamete. 3 recate plus 2 recate, edhe pejgamberi sallam e ka pasën traditë brenda kësaj kohe të pushon deri namazin e sabahut, sepse nesër e pret një punë shumë e madhe. Nesër e pret kurbani, nesër e pret gjuajtja e guralecave, nesër e pret përja e tavafit të haxhit, nesër e pret edhe shkuarja për ta bërë Safan edhe Mervan. Gjitha këto punë përmenden për disa sekonda me fjalë, por këto kanë orë të tëra të cilët duhet i ban haxhiu, e natën e Bajramit haxhiu përpos që e ban namazin e akşamit dhe yatsis, ka drejt ta madhron Allahun, ta lut Allahun, të kërkon falje, por edhe të pushon që namazin e sabahut në ditën e Bajramit ta falin në Muzdelife, edhe të niset pastaj të vazhdon me ibadete tjera, të cilët janë më në ditën e 10 të Dhulhijhes. Dita e 10 të Dhulhijhes është ditën e Bajramit, edhe ditën e Bajramit vetëm se shumica e haxhit kryhet, por pas se ngelin edhe 2 ditë dhe 3 ditë tjera të cilët duhet të gjujnë guralecët besimtarët, edhe brenda kësaj kohe prej kurbani, hahet mishi kurbanit ekstu me radh. Si e manifeston Allahu mëshirën në Arafat? Mëshira Allahu Dhul Xhelal është vazhdimisht brenda gjithë motmotit. Mirë po, Arafati tham është një ditë e veçantë, është një ditë që Allahu e ka veçuar dhe është dita më e zgjedhur, më e mirë e motmotit. Këtë ditë Allahu Dhul Xhelal, thot pejgamberi alayhis salam, zbret Allahu Dhul Xhelal në qiellin e dunjas. Zbret në qiellin e dunjas dhe ju thot besimtarve: a ka dikush që kërkon falje, unë t'ja fali. A ka dikush që kërkon pendim, unë t'ja bëj kabull pendimin. A ka dikush që kërkon prej meje, unë t'ja bëj kabull dhe t'ja pranoj. Në këtë rast haxhiu në ditën e Arafatit është në Arafat. Çfarë do luçe të ban? Qofshin ato për veti, qofshin ato për familjen, qofshin ato për hallet, për detët, gjithçka Allahu Dhul Xhelal është atë ditë i zbritur në qiellin e dunjos dhe pranon gjitha luqet e sinqerta të besimtarve, për atë edhe na thënë. Nëse për shembull themi, o Allah, më bëj prej banorëve të xhenetit. Po. E ban sepse haxhi e ka edhe këtë epitet. Kur ta bëj si komplet haxhin, Zoti nuk shpërblen përpos me xhenet. Mirë po ndonjëherë na kur e ndim veten se kemi bëhe diçka çka nuk i ka hije ta ban besimtari, e atëherë mëshira Allahu Dhul Xhelal zbret në Arafat. Zbret në Arafat dhe e kaplon gjithë kondin, edhe pse janë 2 milion, 3 milion njerëz. Por dikush e thota, po veç ato në Arafat, po ne hoç ka jemi këtu, por edhe ti Allahu Dhul Xhelal të respekton dhe të nderon, vetëm se agjerova atë ditë gjënohet e këtij vitit dhe vitit që ka vjen. E inshallah edhe ty, edhe neve, edhe ata të cilët nuk kanë shkuar, që mundsoje që të shkojnë në hax edhe ta shkelin vendin që quhet Arafat. Hoxh, a ka ndonjë lutje të veçantë për ditën e Arafatit? Kështu besimtari lutet në ditën e Arafatit, se është dita dhe koha e lutjes. Çdo herë ju kemi thonën dhe ju themi çfarë do lutje besimtari të ban atë ditë, s'ka problem. Po unë nuk di be arabisht, shqip. Luta Allahun Dhul Xhelal në gjuhën tënde. Zatëm lutjet dhe duat i drejtohemi Zotit shqip. Po dikush din ti thot ato lutje që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'ka problem.
edhe arabisht, edhe turqe, çfarën do gjuhë ta thuj, s'ka problem. Por ti do ta luti Zotin me loçkën e zemrës tënde. Edhe çfarë do lutje të hajrit do bëhesh në Arafat, është inshallah e pranuar. E tash lutje të hajrit, na nuk themi o Allah, mua më udhëzo filonin shkatroje, s'është lutje kjo. Ose të bëjsh fjalë të cilat o Allah, mua më jep ama filonin që e kam afër, mos nuk, por do bëjnë lutje fillimisht për veti, për shëndetin ton, për udhëzimin ton, për islamin që Zoti na e ka dhënë se na ka dashur, për familjen ton, e kështu me radhë. E tash për gjithë këtyre lutjeve, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka veçuar një lutje. Dhe ka thonën khairu duai yawm al-Arafa. Duat më të mira dhe më hajrli janë në ditën e Arafatit. Dhe atë dua që unë e kam thonë dhe gjithë pejgamberët, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyin, dhe më të mirën lutje që e kam thonë unë dhe gjithë pejgamberët, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është lutja la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Çka lutje ka po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe tash haxhia për gjithë këtyre lutjeve, të cilët i përmend gjuhën shqipe, let mundohet ta shpeston edhe këtë lutje se është një prej lutjeve më të zgjedhura, të cilët e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kanë thonë të gjithë profetë të tjerë dhe të gjithë pejgamberët të tjerë, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra kjo lutje është një prej lutjeve shumë të mëdha që ka dalën prej gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e çdo sen që ka dalë prej gojës tina, padyshim se është me bereqet, është me fjalë të cilët ndoshta ne nuk kemi ndonjëherë edhe fjalor ta shpjegojmë atë të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë, sepse ai vazhdimisht i ka thonë fjalët e shkurta, por kanë qenë me kuptime shumë të mëdha, edhe kjo fjalë, pra la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Këto është njëshmëria e Allahut dhul xhelal. Pa këtë njëshmëri ti se ne fitosh as xhenetin. Pra la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, ka kuptimin o Allah, vetëm unë ti të drejtohem, ty e të njësoj, nuk ka zot tjetër të vërtet për posteje, edhe unë ti e rival nuk të baj. Unë ortak ti e nuk të baj. Shirk unë ti e nuk të baj. Pse ka thonë këtë fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Sepse do vi njerëzi pas tina me miliarda njerëz, do t'i bajnë Zotit rival, do t'i bajnë Zotit padrejsi, do t'i bajnë Zotit shirk. Edhe ai ka thonë la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Unë të njësoj tije dhe unë tije nuk të baj rival, edhe pse sot rivaliteti është në botë, Zotit i kanë bëj iftira, Zotit i kanë thonë kështu, Zotit i kanë thonë ashtu, kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka njësu Allahun subhanahu wa taala dhe ka thonë pastaj gjithë sundimi të takon tije, gjithë falënderimi të takon tije, edhe më në fund ka thonë wa huwa ala kulli shay'in qadir, edhe për çdo send tije që cakton o Zoti jem i gjithësisë. Hoxh, kisha pas dëshirë me na tregu ju personalisht si Hoxh Fatme kur keni qenë në Arafat, për jetimet, si keni kaluar? Asnjëherë besimtari, edhe pse kemi shku shumë herë, nuk du ta përmendin numrin, kemi shku shumë herë, por çdo herë kur shkon besimtari e ndin veten më të freskët. E mbajmë mend edhe Arafatin e parë në vitin 1995. Po, ai përjetimi jemi i parë, në temperaturë të madhe, në të kushte të asaj kohe, por ndoshta edhe pse mi kon pak më të ri, nuk i kemi ndi nxehtësinë edhe kështu me radhë, por nxehtësia nuk ishte asgjë jashtë asaj nxehtësie shpirtërore, ndaj fllatit shpirtëror, dhe ajo edhe e kallmja për Allahun dhul xhelal kur ti i lutesh Zotit, edhe i drejtohesh Zotit dhe e din se ku ke ardhën dhe e din se ajo është afër teje, e din se e ka rahmetin të lëshuar poshtë, e din se ti do të mëshiron, e din se do të fal, e din se gjitha mëkatet eventuale nëse i ke bëu ka me ti falen. Gjithë këto përjetime ndoshta unë edhe fjalor nuk kam të flas sepse ato përjetohen edhe nuk mund të shpjegohen. Hoxh, për në fund jashtë temës disa pyetje që na kanë ardhur nëse ka mundësi. A ka mundësi? Pyetja e radhës thotë kështu, deshta një pyetje, kam shumë vezvese, mendime negative shumë, a ka mundësi në këshill?
Puna e vezveseve mund të ndodhë dhe çdo kush. Po. Mirë po, besimtari kur është i lidhur me Allahun dhul xhelal, besimtari kur është i pastërt, kur është me gusull, kur është me abdest, kur është me namaz, kur është me dhikr, nuk ka mundësi vezveset këto të shpeshta. Por nëse vijnë vezveset, çka duhet me bëhe? Personin fjalë i cili ka vezvese, këshilla jonë e parë çka është që ti duhesh të drejtohesh Zotit. Me lezu Kur'an. S'di me lezu Kur'an, me dëgju Kur'an. Sidomos ajetet e fundit ose surët e fundit. Pas elhamdullahit ajeti kursin, pas se kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Këto mos i lën pa i lezu, sidomos para xhumit. Sepse zakonisht ka mundësi me pasën çyqje dhe prekje kur ai është në xhum edhe vinë xhin dhe shejtanët edhe e prekin. Edhe kur ata e prekin sepse ki nuk i ka bërë sebepet. E bani sebepet, flejme abdes, bani sebepet para asaj ta fali shaqien, bani sebepet që ti bësh këto luqe, sidomos pa ajeti kursin, mos flej, elhamdulillah, po që du të meneta, du të menet në koma, du të menet në gjua, du të menet, jo, shtrit, që shje që ashtu, shtrit, ka krau i gjatë, e vënon shuplakën e dorës gjatë, në facën e gjatë, edhe lexoj luqet, sikur se është Fatiha, ajeti kursin. Sidomos këtë rast kul huwallahun, felekun edhe kul a'udhu birabbin nas, edhe mbështetje Allahut, edhe inshallah këto vezvese nuk do të vinë në xhum, as nuk do të vinë kur je i zgjum, as nuk do të vinë kur do të hecish, edhe pse ka mundësi njeriu të ketë këse vezvese, por surja më adekuate është kur ato i shtrëngon diçka në gjoks, edhe kur ato i prek diçka në gjoks. Thot Allah dhe gja, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Ata të cilët ju bëjnë vezvese në gjoksat e tyre dhe në zemrat e tyre, nga xhinët dhe nga njerëzit. E Allahu është ai i cili ta largon vezvesen edhe ta largon kret atë çka ti e përjeton nga ngacmimet, por na themi duhesh të mbështetësh Zotit me abdes, para abdesit guslin gjithçish, pastaj çka të lidhesh me Zotin mirë, ta dëgjosh fjalën e Zotit, edhe të bësh lutjet e xhumit me lejen e Zotit dal nga dal, edhe kjo vezvese do të largohet. Alhamdulillah. Hoxh, pyetje radhës thotë kështu, selam aleikum, a ban me vetë ndaj hoxh i cili do jetë, mysafir domethënë, thotë o vëlla, çish me lën bastoren, jam ka provoj por prap mashtrohem e hin bastore. Është punë e shejtanit, duhesh ta vendosish, sepse është një smuje e keqe që vazhdimisht e ka një pjesë të njerëzve të cilët janë me bastore, janë me ato lojrat e fatit, janë me kazinat e kështu me radhë. Kjo është një smuje shumë e rëndë, që shejtani faktikisht sikur se mund të ta mashtron besimtarin në alkohol, edhe thotë unë smuj me lansim ka hin gjak, sikur se ka mujt shejtani ta mashtron atë i cili ka pi bari, sikur se e mashtron shejtani atë i cili ka pi drog, sikur se e mashtron shejtani atë i cili ka shku punë të këqija dhe ka bërë zina. Gjitha këto shembull janë sulme të cilat shejtani të kap dikundi. Dikush është ka komari dhe ka kazino, edhe se në lën, dikush është i rakijës, dikush është i asaj, por ti duhesh ta vendosësh. Edhe nuk ka që zbohet. Njerëzit e kanë lënë edhe alkoolin, e kanë lënë edhe drogën, e kanë lënë edhe lojrat e ndryshme të fatit edhe bastoret, i kanë lënë gjitha, por këshilla jon është e përgjithshme. Duhesh ti kthehesh çka? Fjalëve të Zotit. Duhesh ti kthehesh besimit tant. Duhesh ti kthehesh fesë tënde. Duhesh ti kthehesh familjes tënde të cilat ata të këshillojnë. Unë e kam pas një rast më herët, ai i cili thiri mua në shtëpinë e vet, ka bë haxh me mua baba vet. Ai haxhiu. E tha hoxha, tha, një lutje tha e kam. Të lutem, të vish, ma frish gjalin se sa shkërkon. Gjali i madh, a? Gjali i madh i martum me fëmijë. Thash, çka ka, tha, s'është mirë, tha, kështu, tha, gjithë pasuria ime, tha, ka shku shumë, për mbi 300-400.000 euro. Është më pyetje shumë parë. Edhe ai prap me gjithë atë humbjet e pasurisë, ai prap në kam, tu punu, tu fitu, mirë po,
gjitha këto pare i kanë shkuar në për me gjallit, në për kazina dhe pastore. Edhe tash, mos ka dhe një sihër, mos ka dhe një gjinë, mos ka kështu, mos ka ashtu, e tash, na nuk duhet, për pak e për shumë, që aqes me fajnë gjinit e në sihërit. A e ke parasysh. Ajde o gjo, frima këtë se u ka dallash i gjalli. Edhe unë shkova në atë kuptimin se mos ka dhe një prekje. Ti lexojmë pa Kurane që afrim në juj, kur shkova, buri madh i martum, edhe ja parashrova do piqe, thash, kush ka lut? Tha, on. Shka ki lut? Tha, kështu, i sinqert. Thash, a ban unë një piqe me ta thonë? Tha, fol. Thash, a ma drejt të më tregojsh? Tha, po. Thash, me ti dhonë, tash unë 5.000 euro. A kështë shkua? Tha, valla bila, tha shkoj. Edhe tash, unë me qesh me kështë në hajgare, por në vërtet, thash, Haxhi, thash, ki gjalli ja, s'ka kur gjohën, veç ti duhet shpinën, mi abo, ma but se barkë. Duhet me marrë një dron, edhe këti duhet mi dhonë dajak. Se s'ka ilaç, diazapomin nuk e shnosh atë. Diazapomi është për diçka tjetër. Me quket në psiatri, nuk është për psiatri. Ki e ka ndjek epshin. E epshi dhe egon kur ti ta ndjekish, mund të ndalish, ama i ka ardhur lezet. Edhe tash në kuptimi që i ka ardhur lezet në haram, ai njëherë ka fituar, 90 herë ka hub. Edhe mendon se do fiton. Asnjëherë s'an fiton. Edhe i thash duhesh pendohesh, duhesh të kthehesh, deri këtu ta vendosish, nëse duhet edhe kena me të mbyll mbrenda, nuk tham do të burgosim, do të mbyllim mbrenda, edhe me të eduku. Mu eduku, se po ndryshe ti e shkatrove familje. E në këse situata edhe personin fjalë, si të largohet prej pastores, largohesh kur ti i kthehesh Zotit. Sa ma larg je prej fjalëve të Zotit, sa ma larg je prej urdhave të Zotit, aq ma afër je mëkateve. Aq ma afër je atyre punëve të cilët janë të shumta. E një prej atyre është edhe pastoria. Kjo është rregull. Sa ma afër fjalëve të Zotit, ma larg atyre. Sa ma larg fjalëve të Zotit, sa ma larg urdhnave të Zotit, aq ma afër urdhnave të shejtanit. E tash na duhet ta zgjedhim, a do të shkojmë pas rrugës Rahmanit apo do të shkojmë pas rrugës shejtanit. Edhe këtu janë dy rrugë. Edhe na besimtarë ndonjëherë jemi mes, ndonjëherë na mashtron, e ndonjëherë largohemi, kthehemi me Zotin. Por duhet jemi të bindur se nëse na e bëjmë një hap nga Zoti, Zoti nga ne do të vjen me vrap. Nëse na mundohemi, ai neve do të na ndihmon, sepse ai e ka premtuar ndihmën, por pret prej neve që na t'i drejtohemi atina, edhe që ai neve të na furnizon, të na jep edhe të na ndihmon, por edhe nëse është puna edhe në bastore të largon, vetëm se ti duhesh të vendosish edhe t'ja nisish ta bësh hapin e parë inshallah. Hoxha edhe një pyetje e cila ka të bëjë bashkë për lëmin tënde, pse ne e dim që ju mirëni me pajtime, konflikte. Në ka një pyetje thotë kështu: Asalamu alaykum sunullah, dhe ishta më japon një pyetje hoxhës. E kam një borxhli që 10 vjet su lag hiç e kam lënë me ndërtu shtëpi e sene mirë po asnjëherë se çeli gojën e çtash më ka hin thotë i nati e pe e lipi borxhin tem e ai po thotë që s'kam borxh thotë. A ka ndaj rrugdalë pyet thotë a me hi me forcë me dhun me të fortë atë çka më bën thotë. Asalamu alaykum, Allahu ju shpëlbeft. Borxhli 10 vjeçar. Ditën kur ti ja ke dhënë borxhin, u ka dashën ajo pika e parë të bash marrëveshje. Gjë që shumë pak e bëjnë. Jo vetëm se me gojë, por edhe me shkrim. E ban marrëveshje me shkrim se na kemi shpirt, nëse kena me vdek. Nuk dihet. E shkruan me datën kështu. Unë filan fisteku, ja kom dhënë në borxh filanit kaq parë për kaq kohë. E tash kohën duhet me caktu, a një muj, a një vjet, a 2 vjet, a 5 vjet. Momentin që ti e ban marrëveshjen dhe ja jep që të ndihmosh. Edhe del prej vadës. Vjen koha mas 2 vjetve, i thot edhe një muj ka arë vadja. Edhe ai drejtohet dhe thot a ka mundësi të mashtosh edhe pak, se s'ka mundësi. Edhe rahmeti dhe mëshira ka drejt i thotë jo s'ka mundësi se jemi marrë vesh, banja qarën. Por besimtari vazhdimisht edhe si çdo herë e ka atë rahmetin zemër e vazhdon. Vazhdon edhe një kohë dhe ai nuk kthen, vazhdon edhe një kohë nuk kthen. E tash bëhet muhabeti sikur pyetja ja kom dhënë dhe 10 vjet s'mi kthen. Le që si kthen pse pranon se i kanë borxh. Edhe nuk e pranon se si ka borxh. E tash kurse pranon se si ka borxh, atëherë faktikisht ai duhet me atë letër ku jeton të mbledhë burra.
Tash jemi të shku njëri si musliman. Po nda, po. Edhe mi thonë që letrën, që marrëveshjen, kom pas dëshmitar, që ja kom dhonën, edhe nuk do mi kthije. Qetër është kur s'don mi kthije, dhe qetër është kur thot unë ti kam borx, po s'kam me ti kthije. Ka dallim. E nëse thot unë s'kam, edhe s'ti ku marrën, kjo është atëre vjedhje, është plaçkitje, është do me thonën mashtrim, e ka mashtru para 10 vjetëve, edhe në këtë rast do të mbesën ndërmjet thine në Allahit. I thot kur Allah s'libaj, në ditën e kiametit kena më pana. E Allahu Dhul Xhelal të falë gjithë shka, ama borxhen s'në ta falë. Që e ki dikujt. Që e ki dikujt. Shumë është punë e madhe. Por nëse ka mundësi me metoda të mira, me bura, si na ka hi neve shqiptarve, të shkojmë, edhe t'ja kërkojmë, ta bëjmë një marrëveshje të re, për 5 muaj, për 1 vjet, për 2 vjet, të kthehen ato pare, kjo është më hin burat mes për me kry këtë punë. Por nëse nuk pranon as me bura, as me kurgjo, a letrën e ka marrëveshje, kjo marrëveshje bëhet e fuqishme edhe në shtet, në vendin ku jeton. Tash, na jemi në shtetin tonë, edhe shteti jonë i ka do ligje, të cilët kur ti s'don me respektue ligjit ta gjeka, kupton. Edhe shkon e bën të plot fuqishme me notar dhe shkon e padit ngjiq. E kur ta padit ngjiq do të filoni që me nënshkrim, që me këtë dot i ka marrën. Edhe atëherë mirë shteti me ta. A e burgos, a se burgos, a ja merr, a i hin me zvërshitella, nuk i hin me, do më thënë atëherë mirë shteti. Kjo është më pika e fundit kur ai nuk mundet kuptohet me pikën e parë, nuk kuptohet as me pikën e dytë, nuk kuptohet as me burra, nuk merr vesh as me familje, nuk merr vesh as me shok, atëherë shka, mbështetja e fundit është me quhe atë letër që e ki pas marrëveshjen me gjyq. Por nëse s'ki letër dhe nuk e pranon, atëherë ka mbeten ndërmjet teje dhe Zotit. I thot ditën e kiametit, pse mu vratash, a du të mu vrahë? Po pyetja ç'to është, a muj me forcë, me dhunë, me s'ka tash, tash si ja vlen me shku në burg. Nuk ja vlen mu bë katil. Po edhe më katil, po Nuk më ja kryesore. vlen mu bë katil. Unë për atë nuk e përmenda më dhunën, se s'na ka hi neve, shkojnë ata që jam shelna derën, edhe shkojnë ata shtinan tabut njerën, edhe çka kemi bë? Ai shkon varr e ti shkon ta ka Idris. Idrisov, po. E ta shka kemi bë, s'kemi sos punë. Qëllimi jonë është disa punë. Nëse ka mundësi t'y krimi si musliman, si në ka i kryen. Por ndryshe, i thot, ditën e kiametit s'ta bëj halal. Pin dunjon s'ta bëj halal. Në ditën e kiametit çish paguhet? Paguhet, ja merr se vapët. Nëse s'ka se vapët, ja jep gjunahët. Ose s'ma veti. E tash, mos mrimi deri në atë shkallë, na dojna deri këtu, se ka mundësi edhe para xhamatit, aja bëni halal, thotë ç'a bëj halal. Mi ka marrë 10.000 euro. Problemi është se gjithçka tham, Zoti i fal, ama borxhi s'ta fal. E tash do shta bëhet sebeb se borxhi jot që ti mu dënon varr. Do shta bëhet sebeb se borxhi jot që ti mes me ka rahat, do të thonë edhe natën e sualit. E para që më duhet me pas kujdes ata të cilët marrin borxh. Me çfarë zemre e marrin atë pare, edhe me çfarë zemre e hajnë atë pare, edhe me çfarë zemre i marrin qaf njerëzit me mashtrime. Na duhet me pas kujdes. Tash unë e përmenda vetëm këtë rast, edhe pse ka shumë raste të cilët brenda shoqërisë tonë ndodhin. Edhe tash hajde o xhallar, të shkojmë ti pajtojmë, ti rregullojmë, ti drejtojmë, sepse vjen shejtani e kall fitilin. E si të kallet fitili? Del zarm, e ku dole zarm, dikush prej neve të shkoje. E sa s'ka shkuar dikush prej neve, ti paraprim punës, që inshallah mos vere deri te më e rënda, sepse nuk na ka hije neve, fillimisht si shqiptar dhe si musliman, të shkojmë domethënë deri në këtë vijë që derdhet gjaku i besimtarit. Hoç, Allah shpërblet për pjesëmarrje, ishte kënaqësi, e shihemi në një radhë tjetër prapë me Faleminderit edhe juve për ftesën, Zoti ju shpërblet dhe nderoft, inshallah shihemi në emisione tjera. Amin. Shikues të nderuar, shihemi javën e ardhshme.